kemi dhe një lidhje të drejt për drejt zotin Bardh Spahia, i cili na pret me bashkë me kolegun Anes Bajramemaj nga parlamenti, ku diskutimet lidhur me këtë projekt ligj janë goxha të forta. Mirëmbrëma Anesti, mirëmbrëma zoti Spahia. Mirëmbrëma. Nuk e di sa e keni ndjekur. Zoti Spahia dëgjon, kështu që vijojmë bisedë direkt. Okej, nuk e di sa e keni ndjekur reagimet e fundit të komisioneres për zgjerimin e Bashkimit Evropian lidhur me një kundërpërgjigje që ka dhënë pas replikave me zotin ambasador të Bashkimit Evropian në Tiranë. Shikoj, unë nuk i kam ndjekur sepse isha në sallë, por më duken krejtësisht diskutim krejtësisht i pa vend. Ju besoj keni ndjek edhe ju deklaratat e zotit Berisha kanë qenë konform gjitha rregullave në respektim të plot të zgjedhjeve dhe orientimeve të gjithsecilit. Okej, për ju çfarë nuk shkon në këtë projekt ligj, zoti Spahia? Shiko, ne kemi thënë vazhdimisht për hir të vërtetës që gjatë diskutimeve edhe në komisionin përgjegjës atë të shëndetësisë dhe çështjeve sociale, është një ligj i cili synon të xhbëj bërthamen e shoqërisë shqiptare, familjen shqiptare dhe të hapë rrugën për njohjen e më shumë se 2 gjinive. Duhet jemi në qartë diçka. Ajo çfarë ne e theksojmë me forcë dhe insistojmë është përdorimi eksakt i termit gjini, siç parashikohet edhe në vokabularin, edhe në fjalorin shqiptar dhe me kontekstin e njohur botërisht. Fjala gjini ka kuptimin e 2 gjinive biologjike, pra mashkull dhe femër, të cilët nuk mund të ndryshohen gjatë jetës, dhe termi me cilin majoranca socialiste kërkon të abuzoj është pikrisht përdorimi i fjalës gjini në kontekstin ideologjik. Dhe këtu duhet bërë dallimi i qartë. Besoj se çdo kush bën në dakord që biologjikisht dhe shkencërisht ekzistojnë vetëm 2 sekse, ekzistojnë vetëm 2 gjini, mashkull dhe femër. Diskutimet me përdorimin dhe futjen në listë gjinis në terma ideologjik kanë për qëllim vetëm t'i hapim rrugë atyre vetë deklarimeve dhe vetë identifikimeve me një numër të pafund gjinish ideologjike të tjera. Duke qenë se ju jeni dëm i madh që i bëhet familjes dhe shoqërisë shqiptare. Qartë, duke qenë se ju jeni kryetari i Komisionit të Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, kush u solli këtë projekt ligj në komision? Cilët janë artuesit e tij për ta kapur, le të themi, këtë çështje që nga zënafilla? Shiko, për hir të vërtetës, eksaktësisht të njëjtën pyetje ne na ka sjell Ministria e Shëndetësisë, por eksaktësisht të njëjtën pyetje i kemi drejtuar edhe Ministrisë së Shëndetësisë, pasi ishte e qartë që influenca kryesore në hartimin e këtij projekt ligji ishte jashtë Ministrisë së Shëndetësisë, ishte e sponsorizuar nga shoqata dhe institucionet të cilat dukshëm ndjekin ato agendat woke, majtiste, leftiste, sorosiane. Iniciativa dhe agendat të cilat për hir të vërtetës aktualisht po gjejnë edhe një luftë të jashtëzakonshme edhe ndërkombëtarisht. Mjafton t'ju risjell në vëmendje faktin që Amerika po i bën një luftë të drejtë për drejtë kësaj lloji agende. Ju rikujtoj që presidenti amerikan Donald Trump me njëherë ditën e parë të marrjes së detyrës në Zyrën Ovale, një ndër aktet e para që ka firmos ka qenë pikërisht njohja në Amerikë e vetëm 2 gjinive, mashkull dhe femër, dhe heqja e mundësisë ligjore për të abuzuar me termat gjini e shumë fisht apo gjithëpërfshirëse e tjerë. Qartë, po a ka Partia Demokratike një lloj projekt ligji tjetër ose një projekt tjetër? Shiko, për hir të vërtetës, Partia Demokratike
duhet thënë që ka dhënë kontributin e vet në kuadër të respektimit të drejtave të njeriut edhe me ligjin kundër diskriminimit. Është pikërisht një ligj i hartuar dhe i miratuar nga Partia Demokratike e cila garanton lirinë e gjithë secilit që mendon të shfaq orientime të ndryshme seksuale apo opinione të tilla. Por ajo çfarë ne kontestojmë me forcë është hartimi i këtyre projektligjeve të cilat në mënyrë të kamufluar kërkojnë të japin mundësi dhe të hapin rrugën e njohjes më shumë se 2 gjinive biologjike, çka do të dëmton të rënd vlerat e shoqërisë shqiptare dhe familjen shqiptare si bërthama e vërtet e shoqërisë tonë. Mjafton të përmendim dhe duhet ta risjell vëmendjen e teleshikuesve tanë. Termat përkatësi e shumë fisht përsëritën 25 herë pothuajse në çdo nen. Gjini gjithëpërfshirëse dhe variantet të saj përdoren rreth 10 herë në këtë projektligj. Burrat dhe gratë në të gjithë diversitetin e tyre përdoret rreth 10 herë në këtë projektligj. Janë terma të cilat nuk kanë asnjë lidhje me gjinin në termat biologjik dhe shkencor. Okej. Pra, janë terma të cilët në mënyrë të kamufluar kërkojnë t'i hapin rrugë atyre agjendave woke, aty në agjendave sorosiane, majtiste, leftiste, të cilat synojnë të çbëjnë shoqërinë jo vetëm shqiptare për hir të vërtetës, por edhe shumë shoqëri të tjera ndërkombëtare. Zoti Spaja, shoqatat që mbrojnë të drejtat e komuniteteve që u përmend kanë patur gjatë ditës sotme goxha reagime ndaj forcave opozitare, ndaj Partisë Demokratike, Partisë së Lirisë, duke thënë që Partia Demokratike ka një tjetër qasje kur është në pushtet me ne dhe një tjetër qasje kur është në opozit. Si kundërpërgjigjeni? Tani është e tepër të him të diskutojmë për sa kohë kemi thënë që një pjesë e disa shoqatave apo institucioneve të ndryshme janë pjesë në hartimin e këtij ligjit, pikërisht janë të sponsorizuar nga Soros dhe janë pjesë e asaj morie organizatash të cilat synojnë të çojnë përpara mentalitetin dhe agjendën woke, të sponsorizuar nga Soros kryesisht, por edhe majtisë të tjerë. Okej, zoti Spaja, ju falenderoj për të gjithë replikat dhe përgjigjet që na sollët në off the record. Punë të mbar. Edhe i diçka doja të shtoja, nëse më lejoni, edhe i diçka. Po. Që duhet bëjmë mirë diferencë dhe ta themi qartë. Partia Demokratike është padyshim në mbështetje të plot të barazisë gjinore, të barazisë të oportuniteteve midis burrit dhe gruas. Kjo nuk diskutohet asnjëherë. Ne thjesht jemi kundër hapjes së rrugës për njohjen e më shumë se 2 gjinive biologjike. Okej, zoti Spaja, kam zonjë Ballauri që ka një pyetje për ju, një reagim për ju. Jo thjesht reagim, sepse zoti Spaja foli shumë politikisht, domethënë cila është agjenda e Partisë Demokratike dhe them drejtën, ajo që unë nuk më pëlqen fare dhe në politikën shqiptare në përgjithësi është fakti që ne gjithmonë kërkojmë të barazohemi dhe të themi të krahasohemi me vende të tjera dhe kryesisht me Amerikën për të thënë se çfarë bën Sorosi dhe çfarë bën Trumpi. Unë jam kundër Trumpit në shumë aspekte dhe shumë amerikan, demokrat apo jo. Sorosin nuk e di, s'ka rëndësi, Sorosin nuk e di në çfarë fakti dhe në çfarë dore ka ai në këtë lloj agjende që u thoni. Pse është sorosiane? Sepse Sorosin ban anën e të majtëve apo jo? Dhe kjo është ajo. Dhe sponsorizon këtë atë. Dhe sponsorizon. Po, dhe një moment se kemi dhe zotin Spaja që nuk më ka thënë juve si organizatë dhe si po jo për këtë gjë. Ne kemi organizatë, ju ka